orët e pare të mëngjesit të së shtunës me orën europiane, ose diçka pas mesnate me orën e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kontinentit Amerikan, kanë dëgjuar goditje sulme ajrore, goditje ndaj bazave dhe pikave të caktuara brenda kryeqytetit të Venezuelës. Në fakt, tensioni në rritje që pritej mes SBA-s dhe Venezuelës ka krijuar menjëherë përshtypjen që ishte një ndërhyrje amerikane në Venezuelë. Kanë heshtur për një kohë autoritetet amerikane derisa presidenti Donald Trump ka sqaruar se në Venezuelë ishte një operacion që ka goditur disa instalime ushtarake dhe ka marrë presidentin e Venezuelës Maduro. Maduro, së bashku me bashkëshorten e tij, janë marrë nga dhoma e gjumit me një operacion të jashtëzakonshëm, i cili ka zgjatur brenda, pra vetëm momenti i marrjes, vetëm 47 sekonda, ndërkohë që gjithë operacioni ushtarak i Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shkuar midis 2 orë 20 minuta, 2 orë 30 minuta. Një operacion me thuajse 150 avion dhe helikopter të ngritur në ajër nga 20 baza të ndryshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në anën tjetër përdorimi i një prej njësive më elitare të ushtrisë amerikane, njësisë Delta, e cila së bashku me SEALs 6 janë 2 njësit më elit të ushtrisë amerikane, janë përdorur në disa operacione si ai i Delta, si ai i Iranit në vitin 1980, që është një prej misione në fakt të dështuar amerikane, në Mogadishu në vitin 1983, në kapjen e Saddam Husseinit në vitin 2003, në eliminimin a ju bë nga SEALs të Osama Bin Ladenit në vitin 2011, në kapjen al-Baghdadit 2019 dhe aktualisht në marrjen e presidentit Venezuelës. Në fakt, për te detajeve dhe kuriozitetit se çfarë ndodhi, që ka qenë një shok për treguar se si ishte organizuar i gjitha një kombinim shkëlqyer i forcave ushtarake amerikane, njësisë elit dhe shërbimeve sekrete, që me sa duket kanë qenë ato që kanë kryer pjesën më të madhe të operacionit. Ndërkohë, ky është një pjesë e debatit, pjesa tjetër lidhet me ata, a mundet që një vend sovran të sulmohet dhe presidenti i tij të merret nga një shtet tjetër, një shtet më i fuqishëm. Në fakt, ky debat hap një diskutim në atë se çfarë do ndodh me rendin e ri botror, a do kemi një rend ri botror dhe çfarë do ndodh këtej e tutje. Në fakt, nuk është hera parë, Izraeli po ashtu ka goditur brenda Iranit në momente të caktuara gjatë vitit kaluar, duke mos respektuar, po themi, njësinë territoriale të vendit ku ka goditur, po ashtu ka goditur edhe në Katar, pra në Iran dhe në Katar, ndërkohë që ndërhyrja amerikane nuk është e para, e ka bërë më herët edhe rreth 40 vjet më parë me presidentin e Panamas në një akt që në atë kohë ka qenë i ngjashëm me atë të Maduros Venezuelës. Shtetet Bashkuara të Amerikës e akuzojnë Maduron për trafikun e narkotikëve dhe akuzat tjera. Është paraqitur sot përpara një gjykate amerikane në distriktin e jugut të New Yorkut dhe së bashku me bashkëshorten e tij dhe seanca e radhës do të jetë në datën 17 mars. Unë kam 5 të ftuar për të diskutuar në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit, në pjesën e tretë do kemi një përmbledhje të materialeve filmike. Duke nisur me Mirela Milorin nga Euronews, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gerta Zajmi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Fitim Zekthi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Agim Nesho, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ermali Auri, ushtarak, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në lidhje të drejt për drejt do kem Keita Kostrecin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Keita, mirëmbrëma. Përshëndetje, Blendi. Do lidhemi bashkë sa po të bëj një shpjegim të vogël të situatës pra të kuriozitetet që lidhen, sepse dua të të pyes cilat janë akuzat që i ka ngritur gjykat, pra prokuria amerikane Maduros, dhe çfarë reagimesh ka pasur në politikën amerikane. Ka pasur një reagim edhe nga demokratët, edhe kryetari i Bashkisë New Yorkut, i sapo betuar, i Bashkisë New Yorkut po ashtu kanë reaguar duke e konsideruar një shkelje të kushtetutës amerikane dhe të ligjeve amerikane, po diskutojmë më pas pak më shumë detaje për këtë. Pra do lidhemi pas me Keita Kostrecin. Faleminderit Keita. Çfarë ka ndodhur në fakt? Historia mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës është më e herët, ka nisur gjatë vitit 2025 këtë përplasje, por edhe më herët. Në fakt, Maduro ishte një president ilegjitim, i papranuar nga asnjë prej vendeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendeve demokratike dhe Bashkimit Evropian, zgjedhjet e fundit ishin të manipuluara dhe me një rezultat dukshëm në disfavor, pra që arrit ta kthej drejtuesja e opozitës së Venezuelës mori çmimin Nobel këtë vit për
paqe, u duk se vëmendja ndaj Venezuelës është shumë e madhe. Por si arritën deri këtu? Materiali numër 1. Trump vazhdimisht e kishte akuzuar Maduron për mbritjen e mirë e emigrantëve venezuelianë në Amerikë, ndërsa ishte fokusuar në luftën ndaj drogës që vinte nga Venezuela, ku kishte identifikuar 2 grupe kriminale. Maduro kishte mohuar të ishte drejtuesi i kartelit të drogës dhe akuzonte Shtetet e Bashkuara se po e përdornin luftën ndaj drogës si një pretekst për të ndërhyrë tek nafta. Në mandatin e tij të dytë, Trump dyfishoi në $50 milion shpërblimin për informacionet që do të çonin në kapjen e Maduros. Në shtator, forcat amerikane filluan të shënjestronin anijet që akuzoheshin se transportonin drogë nga Amerika e Jugut drejt Shteteve të Bashkuara. Në tetor, Trump tha se kishte autorizuar CIA-n të kryente operacione të fshehta brenda Venezuelës. Ai gjithashtu kërcënoi me sulme në tokë kundër atyre që i përshkroi si narkoterrorist. Maduro deklaroi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe u shpreh hapur për investimet amerikane. Përpara kapjes së Maduros, Trump tha vazhdimisht se Maduro nuk ishte mik i Shteteve të Bashkuara dhe se do të ishte zgjuar për të që të largohej. Në fakt, sekretari amerikan Rubio, por edhe më parë shtypi amerikan deklaroi që ka pasur negociata për të larguar Maduron nga Venezuela, pra përmes një zgjidhje, një marrëveshje diplomatike, por Maduro ka refuzuar. Momentet e fundit duket se Maduro po tentonte dhe të provokonte, pra duke mos besuar në asnjë moment që Trump do shkonte deri në një përballje ushtarake me Venezuelën. Fakt nuk ishte përballje ushtarake, por ishte një operacion që mori veta të peng. Shiheni këtë moment kur ai përballet flet mbas akuzave Trump dhe tenton që t'i bëjë një sfidë atij. Më jep pak materialin numër 6, lutem, 6-ta. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Nuk u vonua në fakt, nuk u vonua aq shumë, madje më pak se sa e priste vetë Maduro në një operacion shumë interesant, i cili moment pas momenti shky. Mje pak materialin numër 2, 2. Në orën 23:46, presidenti Trump dha nga Mar-a-Lago urdhrin për misionin në Venezuelë. Pak minuta më parë në Mar-a-Lago kishin mbritur disa nga drejtuesit kryesor të të institucioneve amerikane në një darkë që dukej një darkë rutin pune. Vetë Trumpi, sipas dhënave të shtypit, kishte konsultuar disa mermere dhe onikse të bukura që do të shërbenin për rinovimin e Mar-a-Lagos. Në orën 2:01 të mëngjesit, këtu mund të ketë pak konfuzion midis orës së Venezuelës dhe të Amerikës, me orën lokale u dëgjuan 7 shpërthime në Caracas, ndërsa 150 avion ishin ngritur nga 20 baza ajrore të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca navale, pra forcat detare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte në brigjet e Venezuelës, ndërkohë që ishin vendosur në gatishmëri edhe baza e Guantanamos dhe bazat amerikane në Puerto Rico. Me njerë pas shpërthime, tym dhe zjarr u pan kryeqytet dhe zonat përreth. Me njerë Venezuela njoftoi gjendjen e emergjencës. Pjesa më e madhe e Caracasit ishte në mungesë të energjisë elektrike dhe pa drita, pa pasur mundësi të kuptonte se çfarë po ndodhte. Ndërkohë, në orën 4:29, me orën lokale, helikopterët amerikan që kishin hyrë lanë territorin e Venezuelës me presidentin Maduro dhe gruan e tij në bord. Ekipi i Delta Force, i shoqëruar dhe nga një ekip nga specialistë të shërbimeve sekrete amerikane, dinin eksaktësisht vendin se ku ndodhej presidenti Maduro. Siç thon ata, prej muajsh ata kishin studiuar çdo gjë, duke llogaritur vendin, çfarë hante, ku rrinte, ku pushonte dhe cilat ishin sjelljet e Maduros. Në momentin e një kaosi që s'po kuptonte askush asgjë shtypin ndërkombëtar, Donald Trump njoftoi për një sulm me bazë të gjerë dhe për kapjen e presidentit venezuelan Maduro. Pra ai thotë që do të kishte një konferencë shtypi në orën 11 dhe në 11 u shfaq përpara mediave duke bërë dhe një deklaratë shumë interesante. E deklaroi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të drejtojnë Venezuelën, e cila mori menjëherë një reagim nga një sër vendesh përfshirë Kinën, e cila kishte dërguar një delegacion nivelit lartë për të takuar Maduron pak orë përpara kapjes.
Me njerë pas konferencës shtypit, Trump shpërndau një imazh të Maduros në bordin e avionit ose helikopterit amerikan, nuk është bërë qartë. Maduro vetë u transferua nga Caracasi në helikopter mbajtsen Iwo Jima, prej aty në bazën e Guantanamos dhe nga baza e Guantanamos me një avion special mbriti në New York të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të përballur me akuzat e drejtësisë amerikane. Këtu jemi apo mbarojmë? Pra ky është momenti i fundit që u dha njoftimi për kapjen e Maduros.